ty të drejtohesh Elionës, se kur t'vjen, kur na të senet e njëjta t'i thojnë aty, ti ndihesh keq. Ose viktimizohesh. Unë di keq në shtapua, më mu viktimizu asnjëherë. Ose bën sikur ndihesh keq, se normal viktimizimi është i këtu. Mu viktimizu, që shë bajnë tjetë, Benita nuk viktimizohet, as nuk ka mu viktimizu, se nuk du mu njoftë mbeg për viktimizem. Okej, do me thonë, as nuk i ironizon fjallët e Elionës, as nuk viktimizon. Shu tjetë për kanë e këtë fjallën Jo, në fakt, kjo është, sidomos për shembull për Labin, që ne kemi thënë gjithmonë që e ka sulmuar Elionën, edhe që ti gjithmonë e ke ironizuar këtë pjesë, ajo është viktimizuar, por në kohë për këtë arsye, për gjëra që ty pikërisht Labinoti të tha, pate një reagim dhe ishte edhe rezultati një nga arsyet që Labinoti doli jashtë. Jo, se kuptova. Jo, se kuptova që të thanë. Ka marrë Benita meritat që Labi është jashtë sot. Jo, në momenti që ai sulmonte Elionën, ajo thoshte që viktimizohen, ndërkohë që aty pati një reagim të tillë që rezultati ka shkuar dhe me gjëra tjera, jo vetëm me që ja ka thënë Labi Elionës. Ti për çdo lot që e para e punës. No, për Labi çfarë ka bë ty asnjëherë dhe unë jam kanë ajo që edhe unë e kum ngrit zonin sa për atë punë, edhe këtu jashtë, edhe mrena. Se fjalë që ti ka thënë nuk janë rregull. E para, e dyta normal që reagoj për një fjalë të Labit që mundohet me të prek në karakter, në moral, pa të njoft çfarë personi je jashtë bigut. A mos sa për Elionën, unë jam kanë ajo që e kum mbroj për Labin. Benita i ke thënë gjithkohë se viktimizohesh dhe njeriu që e ka Po jon sulmuar më kanë shumë arsyet e Elionën ka mia qenë Labi. jo, jon kanë. Nëse do na me kanë më të saktë, besoj që Benita më shumë i ka thënë Elionës që viktimizohet të pjesa jam se sa te Labit. Po, Jo, te pjesa e Labit. Te pjesa e Labit, po nuk ka bëhet fjalë për viktimizim, o ka bëhet fjalën pyetje për ironizimin e fjalëve që i thole Elona që e bën ti viktimizimi ke veç ndërsa kur të bëhet ty viktimizohesh. Që i dalin prajme dhe ki thonë që je bullizu. Unë që jem bullizu po, ama ajo më viktimizu, ako më kajt, unë që ata s'pësho viktimizime, se Benita nuk ka kajt. Unë që shë kom thonë, normal, publiku isha krejt sanet, po unë nuk e shoh vetën që kom kajt ose jom viktimizu. E kom thonë edhe në më trofimit. Pse ironizon fjallët e Elionës, ndërsa kur të bëhet ty viktimizu. Shumë gjëra ke qarë. Qysh po muna me kuptu në këto. Ke qarë. Sa po muna me kuptu në këto, kja pjesë, unë sa po muna me kuptu në këto, kja pjesë referohet pak edhe veprimeve të Benitës, nëse veç e marim një prajm caktum kur Klodi paka shumë është keq kuptu me ata që ka thonë edhe unë e kam pëlqim për Elionën si qik dhe nuk ka shprej pëlqim ku Benita o dalë paka shumë të kajtë të i bod në shta gjestet e njajta si Eliona për cilat ti e ki kesh ma herët. Unë e asë një besoj prako ka bëhet fjallë për dje, fjallë që këto ka bëhet. Po objektivisht e aprovon edhe po më duket sanë se kuptove e para. E dyta unë e po pëdi ku do me dalë, ama nuk e besoj që ajo, po nuk e kom akuzu për viktimizem që ka kajt për këtë. Unë e ty kom akuzu, kom akuzu, e ki bo. Unë e ty kom akuzu pëse i shkon për mas një Tim gjallit ki thonë që unë e viktimizuna. Që e kap ke kryte, që e kap ke flukte, tu që kaj. në fundullit që e tash dorën zamën me këqyt pak hëlle hall, pak është viktimizem. Se nuk mund është me bani qatë reagim për një mashku, për viktimizimin tem këto ka bëhet fjallë, për fjallë që ja ironizon të Elionës, ndërsa kur të bëhet ty viktimizosh, to ka bëhet fjallë për viktimizimin tonë, jo për viktimizimin tem. Unë e spjegua që nuk po viktimizim të vetja asnjëherë. Për kundrazi jo më himbek me kalzu Benitën e fort, jo Benitën e viktimizuar. Po të thamë pra, as nuk po ironizosh fjallë të Elionës, as nuk po viktimizosh, okej.